Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet, dynja lakmova. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, që me shirshmit me shirplotit. Miq të dashur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se vini në emisionin e radhës. Kësaj radhe do të bisedoj për një dhunti, për një mirësi të Allahut që Allahu i ka dhënë njerëzimit, pa të cilën mirësi s'ka kuptim edhe jeta. Megjithatë, në këto takime tona së bashku po bëjmë përpjekje që këto të mirat të Zotit me i trajtu sakt dhe gjithherë mos me harru burimin e tyre dhe gjithherë me i përdor të mirat e Zotit sipas synimit të Zotit, sipas fesë në cilën Zoti na ka mësu qysh me i shfrytzu të mirat e tij. Dhe kemi thënë disa herë që nëse devijohet kjo, atëherë e mira e Zotit mund të shndrohet në një mashtrim apo një magji në akt të mirë dhe me të mirën e Zotit ta hidhrojmë Zotin apo të jemi arrogant karshi Allahut të Madhreshëm. Po flasim për liria, me qeni lirë. Shumë njerëz, është e vërtet liria është për i gjëra më të mira, për cilën duhet të sakrifikohet. Megjithatë, edhe liria mund të keq kuptohet, edhe liria mund të keq interpretohet dhe mund të shfrytëzohet jo ashtu siç Zoti don. Shumë njerëz sot bëjnë zullum, bëjnë vepra të liga me arsyetimin se jam i lirë, por s'do të harrojmë asnjëherë që ti je i lirë deri atëherë kur nuk e pengon tjetrin. Ti je i lirë deri në atëherë kur nuk e pengon tjetrin. Nëse ki veturën tënde, ke dalë në rrugë, është e vërtetë që vetura është e jote, është e vërtetë që hapësira në rrugë është e jote, por s'ki drejt të nalesh, s'ki drejt të kthehesh në kundërshtim me rregullat, sepse me këtë, ani pse është vetura jote, ani pse je në rrugën tënde, me këtë mund ta pengosh tjetrin. Kjo i vjen të dashurit e mi sikur njeriu i cili ose shumë njerëz ose shumë motra shpeshherë që lakurisojnë trupin e tyre, edhe thotë trupi është i imi. Unë e veshem ashtu që është dëshiroj, ashtu që është du. Ke kujdes, sepse është e vërtetë që trupi është i yti, por megjithatë me lakurisinë thonë je ty provoku tjetrin, je ty pengu tjetrin, je ty damtu tjetrin. Prandaj me të drejtë thuhet që dallimi civilizues mes njeriu dhe kafshës është respektimi kufeve. Dhe vjen keq u shpreh kësaj, por shumë njerëz situata të saktuara ju ngjojnë kafshëve. Sepse njeriu civilizues dallon prej kafshëve duke respektuar kufet. Për këtë Allahu i Madhnueshëm ka zbrit shariat. Për këtë njerëzia kanë bu ligje, kanë bu kushtetuta, e drejta civile, drejta penale, sepse nuk o gjungull kjo botë. Nuk jem të jetu në gjungull, jem të jetu një botë të modernizume, ku çdo kush dëshiron me jetu në lirinë e tij, por me kusht që mos i dëmtoj tjerë, mos i provokoj tjerë. Përndryshe, atëherë do të kemi, domethënë, degradim. Pa e një njeriu civilizuar në nivel të kafshëve. Për ata kush e lexon Kur'anin Madhrueshëm, Allahu i Madhrueshëm ani pse e futi Hazreti Ademin në një xhenet. Megjithatë i ndaloi diçka. Mirpo ishte kurreshtja dhe ishte cytja e shejtanit që pikërisht të bijë në gabim me atë që Zoti kishte ndaluar. Mirpo shtrohet gjithëherë pyetja. Kur Hazreti Ademi ka boj dhe e boni gjunahin, çka ndodhi? Ihbitu minha, zbret prej saj, zbret poshtë. Ku me zbrit në tokë? Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që çdo sjellje ligë, çdo keqpërdorim i lirisë, çdo antivlerë me të cilën ne arsytojmë se janë i lirë, me të zbret në poshtë. Sepse keni kujdes të dashur vëllezër dhe motra. Ne duhet besojmë një ligj të jetës.
veprimet e paligjshme kanë pasoja. Veprimet e gabuara kanë pasoja. Pejgamberi thot el halalu bayyin wal haramu bayyin. Halali është i qartë, harami është i qartë. Nëse fillojna mos me respektu ka pasoja. Një njeri kishte adhuru Zotin 20 vjet. Edhe mas 20 viteve kishte fillu me bu gjunohe. Me këqyr që apo i ndodhë. A keni po ka shumë njerëz thot, po hoq bre unë që sa vjet jam të adhuru Zotin edhe kur gjo. Që këta natë ditë bujnë gjunohe njëjtë sikur na. 20 vjet për kushtim, adhurim. Mas 20 vjet e ka fillu gjunohe, ka fillu me kate. Edhe shkon te pejgamberi asoj kohe, i kishte bo tash edhe 20 vjet punë të liga. Punë gjunohe tash. 20 vjet kish bo adhurim, 20 vjet punë të liga. Mas gjitha këtyre vite shkon me vetë pejgamberin asoj kohe. Unë kam bo adhurim 20 vjet, kam bo me katë 20 vjet, e kom lanë adhurimin, jom këthy rrugës të ligë. Me gjithate, ende s'm ka dënu Zoti. A dini çfarë përgjigje i ka thonë profeti asoj kohe? I ka thonë po du me të pyet diçka. Qysh e ki brendësin këto 20 vjet të gjunohit, a ki sikur atëherë kur ke bo punë të mira? Sigurisht jo. Por që ta kanë thonë disa dietarë, ja vlen me vepru mirë, vetëm për mu një mirë. Nuk ka mundësi njeriu me bu keq e mu një mirë. Sepse veprat e liga kanë pasoja. Veprat e liga kanë pasoja. Shkelja e ligjit ka pasoja, edhe nëse s'nxan ligji. Edhe nëse s'nxan, edhe nëse nuk dënohesh. Krimi ka pasoja. Ka pasoja pikëspari në ndërgjegje, në brendësi, në shpirt, në zemër. Ti nihesh keq kur bësh keq. Kur tratojsh, kur të vjedhsh, kur të rrehesh, kur bësh shkelje. Ani pse ti nuk dënohesh direkt në gjymtyr, ti dënohesh në shpirt, ti ndërohesh në ndërgjegje. Zakonisht jemi mësuar qysh do këtë njeri që ka fillu me u mashtru me lirin, ka fillu me mi bo magji liria. Simptomi parë është shkujdesja. Fillon me koni pa kujdesshëm. Fillon me të vërtet me i keqpërdor të mirat, fillon mos me koj kujdesshëm. I ofendon tjerë, ju hen hak tjerëve, është arrogant, gjithherë me arsutimin se jam i lirë. Kjo është arsyeja e parë, është i pakujdesshëm. Pakujdesia vjen si rezultati i keqpërdorjes lirisë. E dyta është dëshira me u liru prej kufive, edhe pse ke kuptu se ata kufi janë të mirën tonë. A e keni vrejt për shembull prindi kur të kufizon fëmijën? Zakonisht fëmijët në situata të caktuara kuptojnë që kufizimi në farforme sikur prindi po don më na kufizu, po na ka marrë natin, do më na budam. Ndërsa nëse kalojmë në botën e prindit, ato kufizime në tërësinë e tyre janë për të mirën e fëmijëve. Për ata duhet të kemi kujdes që mos të kërkojmë me çdo kush me ik prej kufeve, sepse kufet prodhojnë njerëz të mëdhej. A keni pa ndonjëherë një njeri në xhungull që u bën njeri ma? Jo, shkurja në qerde, shkurja në shkollë. Respektimi i mësuesit, respektimi i prindit, respektimi i hoxhës, respektimi i kufeve shoqëror, kufive fetar, kufive ligjor. Kjo ka prodhuar njerëz. Kufet kanë prodhuar njerëz të burra, rregullat prodhojnë njerëz. Njerëz pa rregulla, njerëz pa kufi, njerëz pa ligje. Janë xhunglasha, jetojnë në xhungull. Janë më afër shtazës se afër njerëzve. Prandaj njerëz që kanë dëshirë me jetu pa kufi, njerëz që kanë dëshirë me këshir televizor pa kufi, kanë dëshirë me lu PlayStation pa kufi, kanë dëshirë me bo sport pa kufi. Ta njerëz janë shumë tult, edhe asnjëherë nuk arrin të synimet e tyre. Simptomi i tretë thotë është refuzon me ndëgju gjithçka për ahiret. Shtrëtytja pse refuzon me ndëgju për botën tjetër, për vdekjen, për xhenetin, për xhenemin. A dini pse? Sepse sa herë ndëgjojmë për botën tjetër, sa herë shpjegohet xheneti, xhenemi, vdekja. Këto tri gjëra na bojnë pyetje neve, ne azojmë kurreshtjen qyshimi ne. Ne azojmë kurreshtjen e llogaritjes. Se ka xhenet, kush jam unë tash? Për ata Allahu i mëndueshëm thot: "Ja'at sakratul maut bil haqq, dhalika ma kunta minhu tahid." Erdhi agonia e vdekjes, u shfaqen shenjat e vdekjes me të vërtetë.
dhe të zuni apo të kapi ajo për i cilës ikshe. Domethënë, s'ka dash kur më ndëgju për vdekjen, s'ka dash kur më interesu për vdekjen, ose për botën tjetër, ose për xhenetin, sepse të analizosh vdekjen, kjo do të thosh të jesh i ndërgjegjshëm këtë botë. Të analizosh xhenetin, do të thosh të mendosh për këtë botë, të mendosh për llogaridhanie, të mendosh për veprimet e tua të palegjshme që i bën. Këto janë tre simptomat e një njeriu i cili ka keqkuptim flagrant karshi lirisë. Cilat janë pasojat? Pasojat janë dy pasoja fatale. Nëse e keqpërdorim lirinë, nëse mashtrohemi me lirinë. E para është pamundësia për të ngritur në nivelin njerëzor. Sepse liria mirëfillt prodhon njerëz të mirëfillt. Devijimi i lirisë prodhon njerëz pa ndërgjegjshëm. Njerëz që keqpërdorin lirinë shpeshherë shkojnë në degradim në sipër. Aq shumë vinë degradim, sa që Allahu i madhueshëm kur fol për ditën e gjykimit, jetoni bashkë me këtë ajet. Mundohuni me jetu këtë ajet. Çka ndodh njerëzve në ditën e gjykimit? Thot Allahu i madhueshëm: "Inna anzarnakum adaban qariba, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu." Po atë hekim vërejtën për një ditë që mund të ketë dënim dhëmshëm. Për një ditë që çdo njeri prej jush do t'i shfaqet para ti atë që kanë punu durët e ti. Wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turab. Atë ditë pa besimtarët, njerëz që kanë keqpërdorur lirinë do t'i thojnë Zotit, sikur të ishim dhej. A dini pse e bojnë? A dini pse kanë këtë dëshirë? Sepse ditën e gjykimit shtas do të bëhen dhej. Nuk ka xhenet as xhenem për shtas. Sepse shtas nuk kanë pas alternativë. Xhenet e xhenem janë vetëm për ato krijesa që kanë pas alternativë. Shtas do ta marrin hakun e tyre dhe do të bëhen dhej. Kur i shohin pa besimtarët, atë ditë do t'i luten Zotit t'i bëj dhej edhe ata. Pse t'i bëj dhej? Sepse në këtë botë me vërtet ishin nivel shtazëve. Prandaj dijeni mirë që pasoja e keqpërdorimit të lirisë është pamundësia për të qenë njerëz, pamundësia për të ngrit. Domethënë, keqpërdorimi i lirisë prodhon njerëz degraduar. Për ata ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është rrethu xheneti me vështirësi dhe është rrethu xhenami me knatësi. Për të arritur të e mira, për të arritur të xheneti duhet mund, sakrificë. Për të qenë njëri i kulturur duhet ligje, duhet nene, duhet rregulla. Për të qenë njëri i ult është respektoj knatësitë. Bëhu, për ata thuhet kush i respekton epshet bëhet rob i kësaj bote. Kush i respekton vetëm knatësitë, kush ka liri të pakufishme, është një farformë, është rob i knatësive të kësaj bote. Më fatkeqësia më e madhe gjatë gjithë këtij procesit është se Allahu thotë: "Wa laqad karramna bani Adama fil barri wal bahr." Jemi tani ndeti jemi. Allahu thotë i kemi nderuar bitë Ademit në tokë dhe ndeti. Zoti na ka nderuar. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Njeriu ne kemi krijuar formën më të përsosur. Thumma radadnahu asfala safilin. Por pastaj ajo është degraduar në nivelin më të ulët. Pasoja e parë është degradim. Pasoja e dytë do të jemi pe të shkatruarve, do të radhitemi pe atyre që ka thonë Allahu: "Wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Kur t'i thuhet atyre mos bëni shkatrim tokë, mos bëni fesat, mos bëni paragullsi në tokë, ata do të thojnë: "Ne me të vërtet jemi ata që rregullojmë. Ne jemi për atyre që me të vërtet jemi rregullues." Keqpërdorimi i lirive prodhon njerëz zullumçar, prodhon njerëz të legjë, prodhon njerëz të prishur, të cilët i kanë pasojat e tyre dhe pasojat atyre që i përcjellin. Për ata a keni mujt me vrejt, zakonisht njerëz i pasojnë ose i vdojnë njerëz që s'kan kufi. A ki pa edhe në muhabet edhe njërë, sepse njeriu është i prirë me shku nga ajo që është më lehtë, më lirë. Për ata njerëz që i keqpërdorin lirinë, e keq interpretojnë lirinë dhe bashkëveprojnë gabim me lirinë, janë të mashtruar me lirinë,
Ata njerëz, për ata njerëz ka thonë Allahu wa la yahmilunna athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun. Ata do t'i bartin gjunohat e tyre, edhe gjunohat e atyre që i kanë pasu, edhe në ditën e gjykimit do të pyeten për atë që kanë shpif. Si të shëroheni? Qysh mu shëru? Ekziston një ilaç shumë madhështor, veç duhet me qenë besnik karshi këtij ilaçi. Ky ilaç thot mos e ikni qenurit të rob Zotit, sepse ai që synon me qenë rob i Zotit, aty është liria. Funit, nuk do të shpëtojmë këtë botë pa qenë rob dikuj, sepse njeriu është i krijuar me qenë rob i diçkafit, me dëshiru diçkafin dhe mu bo rob i asaj. Allahu i mandushëm sa herë e përmend Muhammedin a.s. në Kur'an në shumë të rasteve thirr rob. Dhe ky njeri që ka jetu, për cilin s'ka diskutim se ka qenë njeriu më madhor, më madhështor gjitha historitë edhe gjitha enciklopeditë e botës, ky njeri ka qenë rob i Allahut. Për këtë njeri ka thonë Allahu i mandushëm subhanalladhi asra bi abdihi. Me një rast e pa të ngrit Zotin qiell. Por atë ditë që e ngriti në qiell, a dini çu është thirrri? Tha i lartësuar është Allahu, i cili e utoi robin e tij. Sa herë ka dashur me gradu Allahu Muhammedin e ka thirr Rab. Kur i ka zbrit Kur'ani Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Allahu e ka nderu me libër të shajt, ka thonë Tebarakalladhi nazzala ala abdihi al-kitab. I lartësuar është Allahu, i cili robit ti i zbriti libër, e gradoj, e nderoj. Megjithatë e ka qujtë rob në këtë rast. Prandaj, nëse doni me shfrytzu sakt lirin, me pas koncept të sakt për lirin, çka duhet me bë? Duhet me kërku robrin ndaj Zotit, jo robrin ndaj askuj tjetër, sepse çdo kush që synon me të shtinë robri, synon me të nënçmu. Vetë Zoti i Madhnushëm kur kërkon robri prej teje don me të ngrit. Prandaj historikisht ata që kanë qenë rob Zotit janë ngrit, ndërsa ata që kanë qenë rob dikujt tjetër janë ul. Zoti na fal. Allahu na bëft rob sinqert. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet. Dynja lakmova, pasaj vrapova, se lumturin ajo s'ma jep, tash e kuptova. Lumturia s'ka mosh, dynjaja tretet, ikin ditët, ikin netet, e mira mbetet.